Selam aleikum, mirë mbrëma, të dashur shikues dhe dëgjues të Radio Televizioni Pendimi dhe mirë se takohemi edhe këtë fundjavë me emisionin Fundjavë me Prof. Në moderator Shëtim Sen dhe mysafirin e radhës nga fusha e mjekësisë. Bashkë do të flasim për diçka që është emergjente, jo vetëm për mjekësinë, por edhe për neve, se për çka bëhet fjalë. Unë kam dhënë klasin sonte që të kem doktor Petrit Molakun, doktor mirë se na erdhe. Mirë se gjeta. Edhe ndërrohet për kohën. Faleminderit shumë. Ndërrohet edhe juve. Faleminderit. Pjesa e emisionit është me me atë pjesën e Petritit të vogël. Me të kthy pak shkollë fillore, pak të mesme, pak fakultet me ndatë disa dromë të neve, po ajo pyetja në milion që thonë shpesh, Petriti ka dorë gjithmonë më kon mjek, kur ka byt çka do më bëu kur dritesh apo Thuja se po, shumë të lëkoz, po kam pas ndoshta disa periudha shumë të shkurta që kom menduar me qenë diçka tjetër, po pjesën më të madhe të kohës ku dash me qenë mjek. Apo. E kam pas ashtu si dëshirë një rrit me këtë vizion, që një ditë kom me qenë mjek edhe. Në familje ka mjek të tjerë familjarë që të kanë nxinë këtë drejtim apo familje bashkë s'ka? Po, jo, dajën e kom pas mjek, do vllajën e nanës, tjerë jo. Po vetë ka qenë ashtu dëshira. Nuk ndrove mendje. Për Petritit vogël, nuk ndrove mendje më kon mjek se po ndryshojnë apo tash po ndryshojnë kohë. Jo, nuk kam ndryshuar mendje, dhe jam i kënaqur sot që jam mjek edhe mas 20 vite provoj punë. Vetë 20 vite. Vetëm 20 vite. Në 19 tash tjetër, se më qenë më 2006 kam filluar me punu si mjek ashtu në mënyrë pavarur. Po në 2005 ne kam përfunduar fakultetin e mjekësisë. Aha. Kështu që ka qenë 20 vite gati thuja se mjek edhe gjithkohën emergjencë. Në emergjencë, në Prishtinë. Në kohë kom punu në Mitrovic, pastaj specializimin kom kryer në Prishtinë, pastaj 12 vite kom punu në Emiratet e Bashkuara Arabe. Në disa qytete, po në Abu Dhabi, disa qytete tjera. Edhe u ktheva? Edhe u ktheva, përfundimisht në Kosovë prapë. Nëse dashta me nisë të këtë tjetër, po vazhdoj këtë pa problem temën. Pse mu këthy pikërisht prej Abu Dhabi do këndërum, ishin ato idealet tuja fetare, kombëtare të kombinume që mi shërbi kombi tënda, dhejot tënda, po çka bo më këthy në kretë, përdoj me dalë jashtë, po këthesh edhe prej një vendi si Abu Dhabi. Po dhe jeri së të në me dalë jashtë, vjen një moment kur nështë i arrin ato objektive të juve për çka keni dalë jashtë edhe keni më këthy. Unë mas 12 viteve qëndrimit atje mendova që i kom arrit ato për çka kom shku nështë edhe ma tepër se sa që kom mendu atër ma herët. Kështu që mendova që nuk ka nevojë me qëndru larg vendit, larg familjes, larg shoqënisë, larg gjithë atyre me çka jemi rrit. Normalisht ishte edhe dëshira edhe për me kontribu, do thonë komunitetin ku jam rrit. Gjithë ato përvojë, gjithë ato mësime të cilat i kam marrë atje, për 12 vite kam pas dëshirë me ndo edhe me njerëzit tonë. Po të kthejnë prapë në kohë, taj Petriti i vogël, Petriti i shkollës fillore, shkollës mesme, i fakultetit. Në ndoj ka pak histori për asaj kohës. Cili ke rrugtimi jot deri këtu që je sot, me peripetime, sfida, me... Ka qenë me shumë peripetime, ne jemi fëmijë, ne jemi gjenerata aty në asaj kohës kur ish Jugoslavia veç pa të fillu me u shpërnda. Jemi rritë si fëmijë, dhe më thonë me gjitha ato turbulencat politike. Edhe psikike, fizike, psikike, fizike, dhe më thonë emocionale. Ne jemi rritë me atë frikën, jemi rritë me atë pasigurim, me atë paqartësin. Po dhe brenda kësaj frike dhe paqartësie, ne si fëmijë kemi gjetë kohën edhe për me lujtë, edhe për me knaq. Po ka qenë fëmiri, kur e krahasoj krejt ndryshe me fëmijën e sotme për shembull. Por neve ka qenë e zakonshme me shku në shkollë, ose gjatë shkumjes në shkollë, ose gjatë kthimet me na ndalë policia, me na kërcënu, ndonjëherë edhe na i flakaresh, ndonjëherë kanë qenë trëndomta për neve. Trëndomta. Po, për neve po. Që për gjeneratën e sotme për shembull, ndoshta fantazinë, por neve kanë qenë trëndomta. Dhe jemi rrit me ato probleme, me ato turbulenca. Po nuk kemi ndalë, kemi ditë që duhet me ecë përpara pavarësisht situatës. Pavarësisht rrethanave, kemi ditë që duhet me ecë, nuk bërë mund. Jeta vazhdon. Sigurisht. Shkollën e mesme vazhduat në Vendindje, Vushtri, Mitrovic? Edhe shkollën e mesme kom kryer në Vushtri. Me të njëjtat peripeti, kom përfunduar shkollën e mesme vitin 97.
Do më thonë gjatë viteve 90, me gjitha të shkolla shtëpia, mësimi paralel, ashtu shpesh ka ndodhur mes të mësimit, do më thonë gjatë orës mësimore ka ardhur policia, ka hyrë, kanë arrestuar profesorët, i kanë maltretuar, kanë rraf, ne kemi shkuar në shkollë, s'kemi ditë të nesër, kemi shkolla, s'kemi shkollë. Po, tash sot kur shoh është ajo gjenerat që sot e mban shtetin gjallë, për shembull institucionet. Shumica e njerëzve që sot janë në institucione të larta, qoftë politike, qoftë administrative, menaxheriale. Ko të tilla thonë që s'ka litën burra se na, a meritojmë këtë epitet me na thon burra, ajo se jemi kuadër, thatë edhe vetë, jemi kuadër, gjithë shumica për ne jemi të sistemuar, diku ne përbëjmë. Po ajo është gjenerata që sot është gjenerata produktive faktikisht që i mban shtetin dhe institucionet gjallë. Gjenerata viteve të 90 e sistemit dhe të shkollimit paralel. Pavarësisht që ka qenë shkollim ndoshta jo një cilësie të duhur dhe të pritshme, po ata njerëz sot vullneti ka qenë hekur ti. Vullneti ka qenë hekur edhe ata njerëz sot e mbajnë gjallë institucionet. Tash para mendon se kur gjatë aty 10 viteve të kishe pas domthon pauzë shkollimit, do njerëz pa shkollum ku kishme qenë asot. Çfarë kishim provuar për ato vite? Mendoj që ka qenë sakrificë shumë e madhe e mësimdhënësve të asaj kohe, ndoshta një sakrificë për cilën ne sot nuk jemi mirënjohës, atë sa duhet me qenë fatkeqësisht. As institucionet, as shoqëria nuk jemi mirënjohës për atë sakrificë, për shkak se ka qenë një sakrificë, thonë që ka pas ndikim ndoshta. Shkollën e mesme kryet në profilin e mjekësisë, drejtimin e mjekësisë? Jo, shkollën e mesme kam përfunduar gjimnazin. Pastaj një vit në fakultet kam qenë në fakultet të biologjisë, për shkak se s'pata mujt me regjistru vitin e parë në mjekësi. Pastaj kam dalë në fakultetin e mjekësisë vitin 98. Po dorëzuar kryesorja? Jo. Drejt synimit? Drejt synimit, unë ka njerë sot mendoj, atër kemi qenë shkollim paralel, mendoj, po për çka kemi regjistruar në atë fakultetin e mjekësisë, ne dishëm që e kryjm fakultetin edhe marrëm një diplomë edhe se ke ditë që ka ata në Kosovë s'ka vlejt, edhe po ka qenë që duhet me kry shkollë, pavarësisht vlejtis duhet me kry shkollë edhe nuk kemi ndalë. Sa po vazhdojnë me ekzistuar këto ideale do që ndërrum në gjeneratat e sotshme, pra sa gjeneratës për 99 e tutje deri dikur muj me thonë që jemi në rregull, po këto kohët e fundit, gjatë të fundit, sa po janë me këtë ideale, me këto vizione, me këto plane për afa shkurtë e fat mesme, se për afa gjatë në këtë dia, gjëna me thonë që i kanë heq. Afa gjatë edhe heq, po gjeneratat e sot me ideale nuk besoj që kanë ideale të shtetë formimit, e gjeneratat sot nuk kanë... More për të ardhmen e përgjithshme, se për shtetë u kry, po... As për të ardhmen e përgjithshme, as për gjeneratat e sot me ideale, kanë ideale, më thonë, pure materialiste. Veç lek, gjithçka veç pare. Do të thonë me pas një vetur të mirë, me pas tesha, me pas këta. Shoh gjeneratën e sotme nuk kanë shumë as nxitje edhe për me kriju familje, fjala vjen. Nuk kanë shumë vullnet për me kriju familje. Kjo është e dhëmshme pastaj. Për martu, për me bë fëmijë, për me kriju një bashkësi familjare. Po në çështja jon se shoqëria ndaj familjes është zben në mënyrë drastike, tash nëse familja është koncepti i familjes është i dëmtuar deri në atë mos. Sa nëse mendoj për krijimin të familjes, më mendoj ti tash. Gjeneratat e sotme shumë, unë sa shoh shumë pak mendojnë për me kriju familje. Tash ka shumë faktorë, që nuk janë ndoshta edhe vetëm faktorët ekonomik. Ka edhe shumë faktorë tjerë, mënyra jetesës, koncept. Edhe të thëjken apo asnjë punë s'u kam diku. Ne jemi rrit 6 fëmijë për shembull në një familje, vetëm baba im ka punuar bile gjatë viteve të 90, as baba im s'ka punuar, ka qenë pa. I përshtatshëm si shumë tjerë. Në vetë mos o çysh kemi mbijetuar, them nuk e di. Nuk e di si jemi ushqyer, si jemi vesh, si jemi shkollu. Ka ndodhur shpesh herë fletorët për shembull, kam marrë flet këto paketimet e sheqerit që kanë qenë, kam marrë disa paketime sheqerit, kam prerë në formë fletave sa ne kom improvizuar në fletore dhe me ato kemi... Kjo është film dokumentar për gjeneratët e sotme. Ashtu, më ka ndodhur, kom improvizuar fletore, përse kemi pas mundësi me bledhe fletore të ashtë të zamë. Kështu që gjeneratët e sotme nuk është vetëm problemi ekonomik, ka shumë probleme tjera, është mentaliteti, është kultura, është qasja, është... ka ndryshuar në mënyrë drastike në këto 25 vite të fundit, ka ndryshuar gjithçka në mënyrë drastike. Ka ndryshuar edhe në rang global, mirë po sa do kom pas shpresë se kemi një
Në ndjenë shumë të fort të traditës dhe të familjes e traditës që ku mendu që kam në mbajt ashtu gjallë si komunitet. Neve po në dhe me jone është ka po në gjenës, dhe nivelli global. Po, sigurisht. Sa jo zgjatën në studime dok edhe kur nëse të punën, të puna më fesnike, ajo të shpëtuarit tjetës? Po, studimet i kom përfundu në vitin 2005, dhe me thonë 98 jam regjistru në fakultet mjekësisë, pastaj një vit po të mhumë për shkak të luftës, ajo është normal. Kështu që në vitin 2005 kom përfundu, kom diplomu. Në vitin 2006 kom fillu punën si mjek i përgjithshëm në Mitrovicë, në qendrën e urgjencës Mitrovicë, pastaj në vitin 2007 kom fillu specializimin për mjekësi emergjente në Prishtinë, 2007-2012. Në vitin 2012 kom përfundu, në prellë kom përfundu specializimin, në shtator veç kom shku në Emirate dhe kom vazhdu pastaj atje, kom vazhdu punën deri në tetor të vitit kaluar. Përvoja këtu i të hynin punë atje. Përvoja tjetër është po të hynin punë këtu. Si e gjenë vend të të kombinim? Çka shef mangut këtu ose atje, ose çka shef të tepërt ose apo shkoj diçka për kësaj pjesës, përqendrohem te kjo pjesa mjekësore? Po, te pjesa mjekësore kemi problem serioz, nuk kemi sistem, domethënë nuk kemi një sistem të organizuar dhe strukturuar mjekësor, absolutisht është një sistem totalisht kaotik, është anarki, është një anarki totale. Edhe pas 25 vitesh? 25 vitesh. Apo. Ja keq, po sistemi mjekësor është sistemi shërbimeve shëndetësore është një anarki totale për mendim temin. Për shkak se po flas për perspektivës dikujt që ka punu edhe në sistemin shëndetësor në Kosovë, po edhe në sistem shëndetësor që është mjaft i avancuar. Edhe pse ne jemi mësu kur flasim për të avancuar me mendu për Evropën perëndimore, mirë po këto shtetet e gjirit, sidomos Emiratet, Katari, Kuvajti, këto sistemet shëndetësore kanë jashtëzakonisht të avancuar, spitalet, pastaj mjekët, për shkak se aty vinë edhe punojnë mjekë për gjithë anëve të botës, tu fillu prej Amerikës, prej Kanadës e deri në Korejë të Jugut e Japoni, vinë dhe thonë aty gërshetohen përvoja për vendeve të ndryshme. Kështu që ne fatkeqësisht kemi një sistem shëndetësor shumë anarkik. Vetëmi sistemi shëndetësor është që nuk ju ka nënshtru ashtu tranzicionit. Pse? Ka shumë arsye pse. Po e pësoni, ju edhe ne si popullat? Po, në 99 ka pas një ndrym sistemi në Kosovë, në 99, ka ndryshu sistemi politik, pe një sistemi socialist komunist për një regjimi, kemi kalu në një demokraci parlamentare, edhe aty ka fillu tranzicioni politik. Pastaj ka fillu tranzicioni social, tranzicioni kulturor, tranzicionit arsimore, gjitha dhe më shëshinja kosovare ka kalu në për gjitha këtu tranzicione. Sistemi shëndetësor nuk ka pas kërfar tranzicione. Absolutikisht asë që ka fillu përkundrazi, ka pas një regres në aspektin tranzicionit, për shkak se para luftës si do qofë ka qenë fondi i sigurimeve publike, fondi cilit në mars 99-ës është vjedhë dhe ka ndërgu mjetet në Beograd, edhe dhe më thonë për ati momenti Kosova nuk ka fond sigurimeve publike. Edhe ne kemi adaptu një sistem shëndetësor i cili financohet prej buxhetit shtetëror, prej buxhetit qendror. Që është një formë ma jo efektive të financimit. Për shkak se sistemi shëndetësor duhet me pas një formë rrugë veçantë financimit, qoftë formë sigurimeve, qoftë formë ndryshme të kontributeve. Tash në mënyrë spontane kriju kemi dy sektore. Kemi sektorin publik, i cili funksionon njëjtë sikur në Kubë, për shembull, sikur në Kubë ose në vende komuniste. Ku sistemi publik financohet drejt për shtetit. Edhe kemi sektorin privat që cili funksionon në bazë të rregullat të tregut të lirë, është tregtia sobi. Pagun me shërbim. Tash kemi dy sisteme paralele, një sistem kuban dhe një sistem amerikan ose europian. Dhe këto sisteme tash ekzistojnë të njëjtën kohë, edhe të njëjtit njerëz që punojnë këtë sistem, të njëjtit njerëz punojnë në këtë sistem. Ata që domosdo është shumë e logjikshme që këtë energjia, këtë vëmendje, këtë fokus se vjen këtë sistemi që është profitabil. Të parët. Shëllë të parët. Po, se në sistemin publik fatkeqësisht si punove, se punove në fund e merr të njëjtën pakë dhe shumë mjek nisën për kësaj. Të një zgjënime dëshpërime, Po, do të thonë si punove ka mjek. Një hakët, po. Ka mjek në për spitale, ka kirurg për shembull që i bën 3 operacione në muaj, ka që i bën 30-40. Atë të paguhen njëjtë. Pse paguhen njëjtë? Për shkak se mënyra funksionimit është e tillë.
Shi për këtë, adim, po mundona me shpjegu në mënyrat me fjalë shkurta pse sistemi shëndetësor në Kosovë është anarki. Edhe në fund vim të ajo që niveli cilësia e shërbimeve që ofrohet është ulët për shkak të kësaj mënyre të organizimit, jo për shkak të mjekëve, jo për shkak të infermierëve, jo po për shkak të mënyrës të organizimit. Doktor specialist i emergjencës, domethënë të qenit në vijën e parë të frontit me ata që për herë të parë ose hynë drejt. Është pika më kritike e gjithë sistemit. Detyra përgjithësisht tuaja dhe të kolegëve tuaj te kjo pikë e frontit. Është pika më kritike, domethënë është pika ku takohet sistemi shëndetësor me komunitetin. Me kësi në emergjencë vjen çdo pacient i cili ka ndryshim për një herë në gjendjes. Pavarësisht është smundje, është lëndim, është helmim, është ne kemi për detyrë, domethënë atë menaxhimin inicial. A do të marrë drejtë të ju, apo do të më shku që me lëtu punën tuaj pak, do të më shku dikun në ambullancë, me marrë udhëzim për të ju, më vërtetu që je për emergjencë, apo drejt më javzon derën juve, në emergjencë udhëzim merr nëse vjen për një spitali tjetër, ose udhëzim merr nëse vjen për ke shku në ambulancë, mjekut ka kontrolluar, ka pa ka thonë je për emergjencë, ta jep udhëzimin edhe vjen. Po nëse ki ndaj lëndim për shembull, ose ki ndaj thymit, i vjen drejt në emergjencë, normalisht nuk në rregull, më kështu më provon. Po në rregull jemi, po tani në emergjencë kur të vjen raste, aty tani do të më bëni një lloj prioritizimi, se nuk mundet me funksionu emergjenca ashtu, secili pacient që vjen me hy pa kurfar rendi, domethënë është një sistem që ne i thojmë triazh, për shembull. Edhe aty ku bëhet triazh, bëhet kategorizimi i rasteve, rastet më serioze hyjnë me njëherë, rastet më pak serioze duhet me prit. Domethënë kur do që vjen radha. Po, është vërtet, kemi probleme me prit, po nuk kemi probleme me prit, është prapë është dështimi i sistemit. Po pse do të mendoj që jeta ime është më e rëndësishme se ajo që ti e keni rënd matron se temin. Pse unë më thyp në qafë, edhe me të penguar atje dhe më shumë më shërbim, ç'është më përmesu që të është dështimi i sistemit, prapë them, unë nuk i fajsoj njerëzit, është dështimi i sistemit. Se ne ju theme për shembull 5 vjet okay pritni, edhe tash vjen dikush i njohshëm edhe hen me një herë, domethënë pa prit, pa kurrë, domethënë ta akordon këtë rregull. Domethënë kur ka një sistem të pritjes ku të gjithë presin, domethënë të gjithë trajtohen njëjtë dhe të gjithë presin, njerëzit presin, nuk kanë problem. Njerëzit reagojnë për shkak se mendojnë që po i fundit vjen se hen atje i parë me doktor për dorë. Njerëzit reagojnë për shkak se mendojnë që po i shkelet e drejta. Prapë është në Kosovë çdo dështim që ndodh është dështimi i sistemit, totalisht dështimi i sistemit. Shëndetësor, nuk i fajsoj mjek, nuk i fajsoj infermierët, është dështimi i sistemit. Është dështim them politik. Për shkak se asnjë qeveri përfshi edhe këto, domethënë nuk ka ndërmarr absolutisht asnjë hap për me kriju një rregull dhe një strukturim, organizim, domethënë të mirëfillt në sistemin shëndetësor. Pas atij prioritizimit të rasteve, si vazhdohet puna tutje? Me gjithë këto parregullsi, me gjithë këto mungesë durimi, me gjithë këto. Në radhë parë në emergjencat në Kosovë nuk ka triazh, nuk bëhet kurrë prioritizim. Do është në teori, jo? Jo, unë komponuar për shembull në Emirate që ka pas prioritizim të raste, ka pas triazhim normalisht, është ajo që rregullon rrjedhën. Ka pas sabar atje më shumë se durim të na? Po, normalisht ka rregulluar sistemin pjesë, ëh? Po, kur presin njerëzit të gjithë nuk e kanë problem me prit. Njerëzit, domethënë, acarohen kur e shohin se dikush, domethënë, po hyn pa të drejtë, atëherë acarohen njerëzit. Edhe nuk i fajsoj njerëzit tonë, për shkak se nuk presin, i fajsoj sistemin, është dështimi i sistemit, se nëse pacienti jon e din edhe është i bindur që e drejta e tij na respektohet, edhe secili njeri që vjen pret domethënë njëjtë sikur secili, domethënë ka me prit normalisht. Ora, këto e them që është dështimi i sistemit për shkak se ne nuk i trajtojmë gjithë njerëzit njëjtë. Cila është mënyra më mirë me rregullu, me evitu me shmang këto mos pas probleme? Me kriju një sistem dhe me respektuar sistem. Secili pacient që vjen pavarësisht e njeh dikon ose se njeh dikon, mund trajtohet në mënyrë të njëjtë. Këto për shembull se ki dikon e njeh në mjekë të në telefon, del pret, merr të kryen punë, se njeh kërkon, është pak problem me domethënë me pas qasje ndaj shërbimeve shëndetësore. Jo mirë kjo. Sidomos po them sistemin publik. Sistemi privat është ndryshe, sistemi publik, në sistemin publik është si punove, si punove, fund njëjtë kemi trajtu prej sistemit. Ka pas një rast kur je zgjënje dëshpëru kështu, edhe ke thonë pse u bona mirë. Në rast po sigurisht. Apo?
gjatë 20 viteve me përvojën në emergjencë, edhe me punu me rastet më kritike më të rënda, është pa mundur pa pas asi rast është. Unë se më thonë se për të shumë rënë kërë thojnë, po në të paguj, po së më paguj më në të mua, se në të kuptime, në paguj taksë që është paguj në të. Ashtë ti e pështon një jetë se ki shpëblimin të zoti, po me thonë, kur që s'ke bose e ki pas punë, është e rëndë, është që... është e rëndë, po sigurisht, edhe ne sigur ka njerëzit njimi ma mirë kur puna jo vlerësohet. Kur kemi njojë, që me njojë se njerëzit nuk shumë pak për njohin si koncept. Pavarësisht nëse unë ty ta kom kryer në shërbim, edhe nëse kam qenë i obliguar me kryer atë shërbim, ndjena më mirë kur ti thu faleminderit, kaq faleminderit, edhe ditën e mirë kur gjë kërkoj. Mirë po ndjenja jo shumë mirë kur ti për shembull me njëron ato, puna jote. Me shkon klinik privat ose me shkon shkollë private kur pagon 2000 euro vitin, çfarë kulture, çfarë sjellje, me çfarë edukate me të habit. Normalisht po. E përmendet mungesën e vullnetit për të kriju familje, po e përmendim edhe ka fundi emisionit jemi, fatkeqësisht me minutash. Po edhe ajo pjesa të prekur shumë, dashte me kontribu, dashte me dhënë diçka, dashte me qenë pjesë atij sistemi ku do të kontriboje, u kyçe pak edhe në politikë. Sa i pishmon të kjo pjesë tash e politikës, edhe sa është gënjeva, sa dëshpërova se unë po për vetë, unë dëshpërova gënjeva pse Po nuk mundesh me pas sukses pa pas dështime. Thonë rruga drejt suksesit kalon nëpërmjet dështimeve. Sigurisht ne nuk e kemi prit tash të drejtën në rezultat të tillë. Nashta nuk kemi prit sigurt që kemi kalu me qenë pjesë e legjislacionit, po nuk kemi prit rezultat kaq të olt. Po unë jam mësuar gjatë jetës shpesh herë, domethënë nuk kam arrit në një stad më të avancuar pa pas dështime, pa kaluar për disa dështime. Kështu që gjatë kësaj angazhimi politik, kam mësuar gjëra të reja, kam mësuar pak si funksionon, si funksionon edhe politika. Përvojë interesante, Përvojë interesante ka qenë. Unë për shembull për vete koncepti jam që shumë në shoh politikën, se tash unë shoh politikën më tepër si kontribut për komunitetin. Domethënë se politikat e mira, lidhjet e mira, institucionet funksionale, jo lehtësojnë njerëzve jetën. Nis në kësaj perspektive. Po njerëzit tjerë shohin shumicën pjesë më të madhe të politikës, vlerësojnë elementin që i thënë makiavelist, domethënë sa din me mashtru, sa din me unë nuk jam nis për asaj. Ta po cilësojnë zot tash interesant. Në vërzit më të maj. Unë jam nis për asaj, unë mas parë s'kam pas nevojë, po më as ka aspekti material, as ka aspekti profesional, s'kam pas nevojë më mashtru kur gjë. Shkak se që më përmendën fillim ato objektiva që i kom dashur mi arrit para se më shkoni Emirat, i kom arrit ndoshta edhe i kom të i kalu. Kom arrit me qenë mjek edhe në familjen presidenciale të Abu Dhabit, të Emirateve, që konsiderohet familja më e pasur në botë. Domethënë kom arrit me qenë mjek aty jo, me ftesën e vet, jo pse unë kam konkurruar aty ose pse po dikush e ka pa punën time edhe ka vlerësuar edhe më kanë ftuar për me qenë pjesë, edhe më thonë me shërby familjes presidenciale që përmenda. Është një prej sukseseve, po më po përmend. Gojët Muhamedi. Po dal pak për modestisë. Jo, do të dalë modestisë. Me të dalë modestisë, thjesht ne po ofrojmë organin. Në aspektin material, në aspektin profesional nuk kam pas kurfar interesi. Thjesht e kam pasur një shërbim për komunitetin, e kam pasur ndoshta një mundësi si një derë që më ndiku që me kriju politika shëndetësore më të mira. E kam pasur një mundësi për me ndiku për me fillu që përmenda tranzicionin e mungum në sistemin shëndetësor për me pru një farloj barazien mes sistemi publik edhe privat. Si është sistemi atje? Është publik se të ne, apo është? është publiko-privat. Publiko-privat. Publiko-privat, po. To është sistemi i kombinum. Po, jo në thonë parabartë, edhe në spitalet publike. Së një me bindur që pa na prek në gjep nuk dim me vlerësu shumë, nuk dim me çmu shumë. Dëgjom, na kamet hajtë se shtetit, më shtetit është. Dëgjom, shërbime shëndetësore janë shumë shtrejta. Po, shërbime shëndetësore janë shumë shtrejta. Për me prit cilësi, nuk mundesh me prit cilësinë shërbime shëndetësore pa investime. Tash kush e pagun shteti, e pagun individi, e pagun dikush, atë është tjetër më. Dikush më pagu po. Ama cilësia në shërbime shëndetësore kushton shumë. Për shkak një mas parë një mjek specialist me kriju, kushton, kohë shumë gjatë dhe kushton, ka shpenzime të mëdha.
pastaj material shpenzues. Po kjo që e bo sot je bo vetë, shteti s'ka investu në ty, ka investu si edhe diçka ty. Jo. Që me të hupë është më për shtetin, po është e madhe me hupë ty që mjek, po në kuptimit i ki vetë investu dhe ki drejt me nxjerrë të investimin tonë, të aspekti profesional, pastaj të e material, po çka nëse shteti ke shumë një mjek se ti që kishe investu, sa kushton një mjek se ti me nxjerrë mjek se ti për shembull? Po, për në Kosovë Mira edhe po, sigurisht. Po, për në Kosovë nuk e di, po me nxjerrë një mjek tamam specialist, jo mirë, qindra mirë. Qindra mirë. Tash të merr ta merr kuadër të gatshëm dikush. Po, ta merr kuadër të gatshëm. Ja se ti s'ke nxjerrë me nal. Po, do të thonë që cilësia në shërbimin shëndetësor kushton, edhe kushton shumë. Do të thonë nuk janë shërbime të lehta, nuk mundesh me prit cilësi të mirë me me investime të vogla. Se vetë natyra e shërbimit shëndetësor është e tillë, ka shumë material shpenzues, kërkon shumë, resurse humane, kërkon shumë pajisje, kërkon shumë trajnime, infrastruktura është shumë, do të qenë shumë specifike, kështu që cilësia në shërbimin shëndetësor kushton. Mbrojtjet familjes do ki ndërum, po thu që dështimi na mëson, po so kam na kushtu me pësim këtë dështimi që pësum ne me asë 20.000 vota me një popullat gati 1 milion e sa votus. Fatkeqësisht tash, do të thonë... Me na kushtu po, sa do të na kushtoj se? Po, në shpresoj që prap jam optimist, po tash këto lobet ultraliberale rrugën e kanë qelë, kanë më pengesa. Nuk kanë pengesa. Me shkatru familje. Me i pru ato ligje, cilat e transformojnë shoqërinë tonë, do të thonë, cilat e prekin, do të thonë, thelb, bërthame, prekin atë mënyrën që na, do të thonë, e njohim edhe përjetojmë familjen. Do të thonë, pengesa nuk kanë. Si do të shkojnë, si do të rrjedhin gjonat, nuk e di. Por tash pengesa nuk ka, për shkak se po flas për 3 partitë e mëdha, për shembull, ata përkundër gjitha mospajtimeve të cilat i kanë në këtë pikë, pajtohen kështu thyese 100%. Në pikën e agjendës bashku nuk ishtë dash me pajtu. Po, aty pajtohen, faktikisht nuk kanë shumë. E vetmja subjekti jonë ka qenë që në mënyrë, do të thonë, haptaze ka kundërshtu këto ligje, edhe këtë lloj fryme. Rezultati është ai që është, tash po shpresoj që... Ama qysh me arsye tu në emër të shqiptarisë në thojza, po del kundër familjes, pa familje nuk i shoqëri, pa shoqëri nuk i këmbë, nuk i adhe, nuk i shtet. Qysh me gjetë, qysh me rëmollaksuti, qysh me përmledh, nuk e di qysh. Po ka shumë, se nuk përpudhen, absolut nuk përpudhen, po tash e këta po shfrytëzojnë që përmendat elementin e makiavelizmit. Po shfrytëzojnë për para dhe s'po interesant. Tash disa partia kanë përpare, po partia, për shembull, partia më e madhe në vend, ka ideologji, nuk ka përpare këta, nuk është çështje pare, ata besojnë në këtë lirinë e pakufizuar të individit, që individi mund të bëjë çka do. Po na kthehemi në xhungull atë. Ata kanë, do të thonë, bindje. Kjo është bindje ultramajtiste, është bindje, do të thonë, nuk është diçka që ata e thonë vetë, ma nuk... Edhe s'po duhet nisë me du karrierë, ose s'po duhet me heqë. Fëmija lëks, ose nuk nisë du karrierë, ose kom drejt me konë, jo, kom lind moshkull, kom drejt me konë femën, kom drejt me konë kështu, kom drejt mos me pas asë një gjini, e vëdhen... Ka dhe me pas të mi pa bavë. Po, kanë shkutit ajo që i kanë prish kufit biologjik, por për ata biologjia më nuk ka rëndësi. Ata mendojnë që gjinia është konstrukt social, të je qatë gjini cilën ty ta përcakton shoqënia, po ti duhesh me konë që ato gjini është vetë. Është një gabim, është një temë që nështë në një emision tjetër me diskutu ma... Do të diskutoj. Do me diskutu ma në detaje, do më thonë qysh ka fillu kjo ideologji, kur ka fillu, qysh ka fillu, me cilë persona ka fillu, cila ka qenë kronologjia në ngjarjeve, cilë është ai validiteti i këtyre argumenteve shkencore, cilat ata i ofrojnë, cilat argumente shkencore pastaj i rrëzojnë. Po teoria Darwinit dra, vetë shpjegën vetë e rrëzum. Po, tash kjo teori, po, sigurisht. Do të thonë se ka, do të thonë ekzistojnë dhënat, është literatura, ekzistojnë dhënat si ka fillu, me cilin person ka fillu, do të thonë cilat janë eksperimentet që janë bën këtë drejtim, si kanë dështuar ato eksperimente, faktikisht disa eksperimente kanë përfunduar në mënyrë tragjike faktikisht. Dhe po prap, do të thonë këto mirën si dhona shkencore, në fakt që vjen dhona antishkencore.
Është një temë që ndoshta duhet me diskutu më në detaj. A lëm me derçel, me vazhdu me një epizod të dytë, mas Ramazanit dorë zotë Madhëshëm. Veç për nisme me atë pjesën pikërisht sonë, po pes për cilët vetë ka nis ky degenerim, ky shkatërim kështu që përmendet ka vite, ka individ, ka përmendet. A mund veç me përmendet vitet pastaj me lon me versionin tjetër me vazhdu. Aspekti shkencor, por pas aspekti shkencor teorik ka filluar për viteve, do në fundi viteve 50, fillimi viteve 60. Aspekti teorik shkencor. Aspekti social, kulturor, cilën ne e shohim sot, do të thonë në mënyrë, do të thonë ka qenë vazhdimisht, do të thonë në zhvillim e sipër, por në mënyrë rapide, kështu në mënyrë shumë shpejt, këto 10-15 vitet e fundit. Këto çka e shohim sot na, për shembull që unë jam djalë, po më rana disë unë punina si çik, kjo nuk është problem mjekësor, kjo është problem kulturor, më atë social kulturor. Do të thonë është in për me qenë gay, është in për me ndru gjinin, është in, Vesh njëri normal nuk është en, po. Më ne njëri normal nuk është en. Më çka je, më shkon çaj nuk është mo en, kështu që është mirë me diskutu këtë, se janë tema interesante, për njerëzit duhet me ditë, se shumë njerëz janë edhe konfuz, mendojnë që kjo është gjendje mjekësore, çështje hormoneve, çështje ata njerëz kanë lind kështu, e vërtetë është që ata njerëz nuk kanë lind kështu, e vërtetë është që ata njerëz kanë kurrë probleme me hormone. Po zbuloj më shumë dot, po lëm pjesën e ditë emisionit, po lëm episodin këtë emisionin tonë. Besoj që ka më qenë interesant për njerëzit që janë informant, me shumë Ramazanit. Faleminderit për sonte, ndjerë kënaqësi të kisha mësafir. Kënaqësi është e imja. Edhe do zotit që ata që na dëgjojnë na shikojnë atë kohë, të përfitojnë prej këshillave, edhe të presim në përdorim kushtimisht episodin e dytë, që do të jetë pak më interesant, edhe shumë interesant se si ne me mbrojt edhe shkencërisht ato që është themeluar prej vetë Zotit Madhëshëm, pra institucionin më të shenjtë, më të bekuar, familjen. Deri në takimin tonë të radhës qëndroni me ne jemi me juve 24 orë 7 ditë javës, doken do ta mirpresim siç tham pas Ramazanit dorë Zotit Madhëshëm, ta presim fillimin e Ramazanit, ta xhirojmë, ta përcjellëm faqebardh, e dorë Zotit që me faqebardhësi të mojmë diçka të nashme dok. Patjetër, më shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Qëndroni me ne natën e mirë, selam aleikum dhe mirëmbëjtje. Alhamdulillah.